të shkosh me të marë. Dhe me sa, po dhe shtaj buke, dhe fugi. فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ونطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم يتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا صدق الله العظيم.
وتلك الأمثال نضربها للناس لا إله إلا هو عالم الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يصور له الأسماء الحسنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الله عليه وسلم في حديثه من قام صوم رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما Atëfalem në rojmë dhe vetëm prej ti fale ndim, rahmet me shqip strehin kërkon. Salatet, selamet, për shëndetje tona me të përzemër ta qofshin për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata muslimanë të cilët e ndoqën, e ndjekin dhe do të vazhdojmë ta ndjekin në rrugën e Rasulullahut alaihi salatu wasalam deri në ditën e gjykimit. Dhe sahabët, shokët e pejgamberit alaihi salatu wasalam e kishin një parim, ata kishin nivelin shumë të lartë të takvas dhe devotshmërisë. E kishin po ibadet e i bëjnë në shenjë respekti dhe falënderimi ndaj Allahut xhaleshanuhu dhe xhalexhelalu, të i jetë kryesore që e forcojnë imanin dhe besimin e besimtarit, e forcojnë edhe personalitetin e tij dhe pastaj personaliteti i tij dhe imani i tij bëhen gjëri dhe gjithmonë pra duke u mbështetur në porositë e pejgamberit alayhis salam, duke i realizuar ato si rezultat i krejt aktivitetit dhe sakrificës së Ramazanit, Allahu xhaleshanuhu e shpërblen besimtarin duke ja mundësuar që ta ngrenë vetë dijen dhe kuptimin real rreth vlerave universale të Islamit, vlerat të cilat i instaloi Allahu xhaleshanuhu nëpërmjet Kuranit famlar dhe sunetit jetës së pejgamberit alayhis salatu wassalam, me të vetmin qëllim për të mirën dhe dobinë e mbarë shoqërisë njerëzore në përgjithësi. Prandaj, ky moment në të cilin ne e përjetojmë, kjo ditë e re dhe kjo festë e veçantë për të gjithë ne, është momenti i pastrimit të shpirtit dhe ndërgjegjës tonë, i pastrimit të shpirtit nëpërmjet namazit, nëpërmjet istighfarit, nëpërmjet leximit të Kuranit, elemente të cilët i kemi akumuluar në brendim tonë, elemente të cilët duhet të reflektohen në jetën praktike dhe në përditshmërinë tonë. Të ditët e mesme dhe çdo është mirë kush është e për azhënim. Ja zhënë kushtë, kush kemë në atje në pak e nëse në qëndre, por të kush e bërë. Pra, azhënim ka, njëri të azhënuje, festojmë për shkak të një fitore shumë të madhe. Që është kjo fitore?
shtash pasi kemi projekt. Në inshallah se kemi kohë të flas pak se si pejgamberi të Allahu xhallahu i lut për pranim, për ta pranuar Allahu xhallahu, për ta bërë kabul. Meleket janë me numër sa që ne nuk e di sa o numri i melek, është numri i madh. Për mbrojtjen e njerëzve. Çdo njeri ka melek që e mbron. Ose që melekët nuk ato gabim nuk bëjnë, dhe melekët gabim nuk ka. Vetëm se ato shkojnë sipas kaderit caktimit të Allahut, se do kushtoj, po pasi na rrojnë melekët, pse neve na gjejen kjo? Pse na ndodhet ndonjë problem? Transmetohet se në Bagdadi, që ka lulzuar, prej Bagdadit, Harun Rashidi, Karan, Shpaj, edhe ka pa mjekën të e, se ka thonë shko ku të shkuesh, se Harari, tatimi do vajnë nuk tëmë, pa u dhesh me dënjon. Po, kur janë asdisha to, kur janë largau për fejës, kur ka zonë të vjenë me shkjenë, edhe kanë një forcë pagane, një ushtri pagane, edhe i ka pushtu, Bagdadi. Në rojë, këtëhet, edhe e shëtë një njeri e ndjekin njerëzit, shëtë kushe që të kërë kjo, që bërë që ka dhe, atare që ka dhe. Kur i mi da në pitof, është për muslimat, i mi shkëpërdirë, i mi da, Allah xhallahu i ka qenë qenë. Gjirën e këndrau, që në të nëtë libra që i ka përdu të lutë. Kishin atë libra të muslimanve që i ka lutë të rëshirë, kanë vetë, nuk kishin vetë 5% librave, se po tishin... E tash, ako muslimonët e mirë, edhe njëzit e mirë, ku të bijë një shok që ka arpit... Normal, edhe ato nuk ishin për e farpasanika ku shkunë me dini. Me qatë pasurit që e kishin, mundoheshin të kalojnë jetën, por qatë e në vete, kur e jetë atë që e ka më të dashme për vete, kur e jetë atë me të cilën ajnë me ndonë se mund me këtë të përfiton. Edhe këtë përfitimin që donë ti të përfitoj, la tulhihim tijaratun, wala bejhun an dhikrillah. Shumë ajet e ka, ta lexosh Kur'anin me qetësi, edhe të kërkojsh në Kur'an shërimet e vetës tënde. Çka do t'ja e Kur'anin? Përsëria Allahu i lavdron ato që jetuan me Muhammedin alayhis salam. A dini pse? Ne kemi një problem. Ne nuk kemi ku të marrë model. Puna e shëmbëtirës në nga ne fere shpjegoj një sahat në fullu. Ose më kam kisha fullu, në 45 minuta, 50 minuta, dhe s'ka dhe. Edhe si unë, ka shumë të tjerë që tasën me orë, nuk është kjo fe. Kjo është informacion, ne japim informata, ne të regojmë. Muslimëlleku ose fetaria fitohet në përmes shëmbëltirës. Ne kemi haru, ne mësojmë fetari shumë, ama shëmbëllë kemi dikon qërë. Qofë në aspekt biznesit, qofë në aspekt të arritje tjera të kësaj finans. Ne Othmani, kur ka pas një kohë krizje në Medinë, përsëri, dhe vinë pasuria e ti, vinë karavanët e ti, dhe dalën tregtarët gjatë lejnë. Tregtarët normal e ka një llogari. Kush që mund të paguaj më shumë se ne? Ta këtëre paguën Allahu të nëshanë. Me 10, ju ti, 5.000 më shumë, me 10 dhe me 700 e kështu me radhë. Dhe unë, këto shokë për cilën fletë Kurani, këto ishin rijalur, la tulhihim tijaratun, do e përtim manon. Këto pse i ladron Allahu që nëshanu? Sepse punën time që humbo. Dhe që njëri premen që të shumë punën e vete, që i pasë. Për atë, që përdire njerëzimit e në jo. Por shumë dhe kemi dhanjën e gjakit, apo dhanjën turimin e pjesëve të trupit, të zemrës, ose komës, ose në gjingji që ta kuptojnë se Islami është
Islam që pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe Allahu xhaleshanu thotë se Islami është i të gjithë kohëve, i të gjithë vendeve dhe i të gjithë periudhave kohë. I lutem Allahu xhaleshanu edhe një herë që ne të na bëj për atyre që na pranon Islam, ne pranon agjërimin dhe inshallah na shpërblen me të gjitha. Ne tash do ta falim namazin e Bajramit. Apo jetë me falë namazin e vitër Bajramit, sepse kjo është namazi i vitër Bajramit. Por i sa Zotit të theve nga kindja, ju lidhëm imamit, marrim të pjesin namaz, lexojmë subhanë. Kur mbas i lexojmë subhanë, marrim 3 tekbir. Allah 3 tekbira, përsëri shkojmë Allahu Akbar, Allahu Akbar, mandej shkojmë në ruku, sejdë, krijmë namazin, do të bëjmë edhe një hutbë, do të mundohemi ta shkurtojmë se gjithmonë më akuzoni. Familje për faljen e namazit të vitër. Sadaka, Zot sevap inşallah. Allah'ın dersi inşallah. Zot tutuyorum.
Allah sevap, Allah zema lezon. Sadaka u sevap. Hi. See you. Ai zote sadaka na ai zote yurudi inshallah. Ai zote sadaka. Ajde, ti Bajrami nađe limoni, neće mi čaj pa trbu salve. Ajde, limoni ovla mi to sadaki, Allah mi sprdjeti, Arabi, zoti, udašti. Kako merë foto, nëse sa merë hiqë. Kam një qoftë në sakat, oj gjallë, zote ta po, zote bajromin i shabojnë, Allah zote i rush, oj gjallë, se babë në.